Shua Shqipe nuk është debat, nuk është tamor që kërkohet, nuk është privilegj që jepet nga askush. Shua Shqipe është e zgjatur, është kërkesa jonë, amaneti që na ka lënë presën që nuk u përpunë ku. Shua na mbajti gjallë kur perandorit erdhën dhe ranë. Shua na bashkoi kur donin të na ndanë. Shua na bëri popull kur na donin turp. Dhe sot ta thonë se do të kërkojmë leje për ta përdorur, jo kur. As sot, as nesër, as tjetër. Bravo! Ne nuk kemi karike për të mbrojtur, nuk kemi poste për të ruajtur. Ne kemi vetëm dignitetin tonë, gjuhën tonë, gjakun tonë. Pa frikë, pa kompromis, pa ndarë. Sepse një popull që ka mbjetur shekuj vetëm me gjuhë, gjakun dhe emin e vetë, nuk të njëzohë para asnjë ministri, asnjë vazhije, para asnjë politikani, gjatë frikë. Ne jemi këtu. Ne jemi bashkë dhe nuk shkojmë asku. Rrofë Shua Shqipe, rrofë kombi shqiptar. Nuk kanë as privilegj, as kënaqësi sot të jetë këtu. Është obligimi jeni për bashkët kombëtar, që të themi të gjithë atyre që mendojnë se mund të na përçojnë si kohë. Në Tiranë, Prishtinë e Shkup, se ka bërë rënd. Ajo që nisi si problemi kolegëve tanë në drejtësi, sot po shprehej në një ortek të madh të tokë, e kombëtar. Në cilim ka vetëm një gjë, zbatimin e plotë të barabartë të gjuhës shqipe. Ashtu si që garanton për Shqipëria dhe Liga. Ne nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë mëshirë dhe as favore politike. Kërkojmë vetëm paraqitje dhe respekt për atë që na takon. Sot, nga Tirana ka vetëm një mesazh. Ne jemi një dhe të vim të qëndrojmë. Bashkë me shoqëri, bashkë me mbrojtjen e dinjitetit, gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar. Ne le ta dëgjojmë një plezir. Shqiptarët nuk do heqin sa që tentojnë të mohojnë të drejta për të drejtë të barabartë të tokën e tyre. Faleminderit shumë. Bravo! Në ratë parë, po nis nga mesazhi që kemi dhënë të banderolës. Ne jemi bashkë, sepse sot vërtet jemi bashkë, vërtet çdo parti është. Bravo! Kombi është një çdo parti. Kombi është i shenjtë, kombi është gjaku e shpirtit i çdo shqiptari, dhe s'ka kërkush që mundet ta ndajë. Bravo! Shqiptari, në çdo kontroll shqiptar. Krahëzëve tanë Maqedoni e kupton, sepse ne jemi një shpirt, një zemër, një kulturë, një identitet, një histori, një gjak shqiptar, një shenjtë. Bravo! Uroj me zemër e me shpirt, dhe këtë mesazh e kam shumë sinqert, që ne si që jemi sot gjithë bashkë, dhe ju siguroj që sot jemi shumë bashkë, të përpikemi çdo ditë të rinj shqiptar në Shqipëri e kudo, është koha të marrin gjithçka në dorën e tyre. Është koha që të rinj shqiptar të kthejnë dinjitetin e Shqipërisë se çdo të thonë të revolucionare. Shqipëria ka nevojë për gjithë atë rinj. Shqipëria ka nevojë për trinjtë e saj. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që e duan fort kombin e tyre. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që duan me shpirt e me zemër shqiptarinë. Ndaj, sa më shumë çdo ditë, sepse shqiptarinë e bëjnë vetëm ata që duan vërtet. Është koha për shqiptarinë, për çdo punë të sekondit.
luajmë Juliana Lin dhe Liga Kameria. Bravo! Kam vision mbështetje ata. Historia ka treguar se votimet tua, votimet identitet. Ata shqiptar ka shumit tjerë minoritet. Dhe sot, se presidentët tentojnë të asimilohen. Liga Kameria, ne si shumë sa e shtetë shruaj janë shkuat e identitet. Rita, ka sot tu në vërtetë të bërë Makedoni, dhe o tjetë të shtanë shkejnë në punë. Bravo! Sot jemi pasë, nga Shqipëria, Kosova, Irida, Malisi e Kameria. E një mesazh të vetë, kua jonë, identiteti ynë, historia jonë, skenaria jonë. Bravo! Protest të parë. Hajde, marshoj. Bilin. Sto rollando. Sto rollando. Serve Macedonia Edhe më pa hapë. Ku shka flamur mbrapa? Një pak për para, dhe kush me thamen e të mes, një pare vëllë, shpejton një pak habi, po të. Vendosin parunë për para. Ju lutem pantalona tani e para, pastaj edhe heqni studentët. Hajde Osman, hajde. Ju lutem, dalon pak, ju lutem, hapeni pak pantalona. Hajde largu pak, o kameraman, hajde pak. I kapim tjetë. Një moment. Daloni pak. Ndaloni pak. Të gjitha pakarat që keni ngrini lart, ju lutem. Banderola kryesore që drone para, të tjerë vendosën mbrapa. Hajde bu. Kujdes.
Nuk i kanë ambasadë aty është. Kujdes bicikletën. Kujdes buri. Kujdes. Pak ma mash. Rrugë Kavajës në poshtë. Drejt rrugë Kavajës. Ke rrugë Kavajës. Është e bllokuar.
Se janë brafë. Ose futo ma banerën e ty ose hajde kërë. Që me kanë qasë të prapë të bëqëgjera. Homo! Oj, ka me! Që sa me nga këmë dik? Në shkot që shjekë. Të në shkup që. Kodek. Shnej pa gruk gjaxhi, se më kapën mua në lajë. Ne do doje që të gjithë bashkë të këndonim këngën e Adel Rashari. 3, 2, 1. Mora fjalë! Mora fjale, mora markun, mora qarkun, me turkan. Me turkan bashkë legjendari i këndoj. I këndoj Adel Rashari, i këndoj. Dërsa vjet se shepe nazi bere qakun. Dërsa vjet se shepe nicën. Dërsa vjet e Mitrovicën. Dërsa vjet. Hajde! Ush.
Shqipe nuk negocioj! Gjua 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 Shqipe nuk negocioj! Edhe njëre unë do të të jemi, ju do doni pas! 3, 2, 1, Eremi! 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 Hajde çuna, hajde. Hajde. Hajde bravo. Hajde arritëm dhe qike. Do të modën e hoqë, hajde. Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Ata mund t'i përdozin pak më fort se jemi shumë herë më shumë. Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe zyrtare! Gjua Shqipe nuk negocioj! 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 Hajde, Otono. Oton, hajde. Gjithë bashkëmerje! Tirana! 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 Prishtina! 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 Shkupi! 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 Shqipëria! 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 Uçaklar! 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 Më vit shumë se më dalin ka parë. Shqipëria dike! Imirita! 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 Imirita flagship! Imirita flagship! Imirita flagship! Imirita flagship! Kaloni pak, Shqipëria dike njerëz. Shqipëria dike. Ka prej Shkupje na këtu, Shqipëria dike futje. Kam 2 metra. Hajde të vazhdojmë mashine. Studentët protestojnë! Studentët
Foki. Nuk gjatë. Hajde mo, hajde. Atëherë të nderuar shikues, studentët sapo kanë mbritur përpara ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Ata kanë protestuar. Studentët sapo kanë mbritur në ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Ata po përgatiten për të mbajtur fjalimet e tyre. Ja lutem reagoni pagat në nga erdhëm. Reshti parë, reshti dy këtu. Pak më ndej. Shtyuni pak më mbrapa, ju lutem. Orti hapo, haponi. Reago pak djali, o djali. Paso, hajde, Josoi, të lutem vetëm pak gotë, që nuk duket. Pak më mbrapa. Hajde zemra, hajde të shpjegojmë. Hajde të jetë video.
Përpërshme të ekipi e prezentimet dhe anët e studentëve jo Tirana. Përshëndetje të gjithëve, student, shqiptar, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe të gjithë qytetarët që janë bashkuar kësaj proteste paqësore me të drejtën më të madhe, me të drejtën për studentët e Maqedonisë, për studentët që luftojnë për gjuhën shqipe, të bëjnë atë provim në gjuhën shqipe. Kjo nuk është protestë vetëm për ta, është edhe për ne, është për kombin tonë, është një protestë gjithëpërfshirëse. Mirë se keni ardhur dhe hajde ngrihen zërin fort për të çuar deri në fund këtë mision tonin. Unë jam Kristianela, një nga përfaqësuesit e studentëve në Universitetin e Tiranës. Jam këtu sot për këtë kaos që realisht kërkon mbështetje, realisht kërkon bashkim dhe realisht kërkon të lejmë të gjitha me njënë dhe të bëhemi gjithë bashkë. Sot i kemi lënë të gjitha vetëm për kombin, vetëm për të bërë bashkë, vetëm për të drejtën që sot jemi të gjithë këtu. Ajo që po ndodh vëllezërve dhe motrave tona atje është diçka që nuk është e drejtë, është diçka që nuk është e lishme. Dhe kjo na bën edhe më të fortë, të bashkohemi akoma më fort, të ngrihem zërin dhe ky mesazh të buças nga ky shesh të sud. Nuk dua të tezjatem dhe dua t'ja kaloj fjalën time personi tjetër, përfaqësuesi tjetër nga universiteti tjetër. Ama një gjë dua për jush, dua që të bashkohemi, dua që të bërtasim sot, dua që të përcjellim mesazhin e madh që kjo gjë është një padrejtësi dhe për vëllezërit tanë edhe motrat tona do bëhemi të gjithë bashkë, se jemi një. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Arvina, studente në Fakultetin e Drejtësisë Universitetit Tiranës, njëkohësisht aktiviste. Në qoftë se është diçka që na ka mbajtur gjallë në përstuhi që ka kaluar kombi shqiptar, ajo është gjuha shqipe. Dhe detyra jonë është ta mbrojmë, ta ruajmë dhe ta përcjellim brez pas brezi. Sot nuk jemi këtu vetëm për disa fjalë apo pankarta. Jemi këtu sepse gjuha është identitet, është histori, është vetë zëri i kombit tonë. Kur humbet gjuha, humbet kujtesa, kultura dhe rrënjët tona. Prandaj dua të drejtohem sidomos të rinjve. Mos mendoni se zëri juaj nuk dëgjohet. Çdo i ri që bashkohet, bëhet forcë për këtë komb. Ne duhet ta shohim si detyrë ndaj vendit tonë, të ngrim zërin sa herë që rrezikohet identiteti ynë. Mos të jemi brez indiferent, le të jemi brezi që u bashkua, që foli dhe që mbrojti gjuhën shqipe me krenari. Sepse kombi mbahet gjallë nga ata që nuk heqin dorë prej tij. Vëllezër dhe motra shqiptar, unë jam Gjenis Marku, senator i Universitetit të Tiranës, dhe nuk e keni ide sa krenarik ju shoh gjithë dhe këtu të bashku. Sot nuk jemi mbledh këtu thjesht për një protestë. Jemi mbledh për dinjitetin ton kombëtar, për studentët shqiptar Maqedoni dhe për gjuhën shqipe, që është identiteti ynë. Ne nuk mund të heshim kur preken shqiptarët. Ne nuk mund të heshim kur preket gjuha që na kanë lënë amanet parët tanë, sepse kjo gjuhë është gjaku, historia dhe krenaria jonë. Ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë respekt për studentën tonë, për identitetin tonë dhe për kombin shqiptar. Sot tregojmë se studentët shqiptar nuk kanë frikë ngrejnë zani për kombin e tyre. Jemi këtu për të treguar se kudo që ka shqiptar, ka zemra që rrajnë kuqezi. E për jeçmet është gjuha shqipe, e rrot kombi shqiptar. Në sheku jam shqiptar, e kur malet një vendora, bëra gjera, mësja mora, e kur malet një vendora,
se studentët shqiptarë Maqedoninë e Veriut janë vetëm, por harruan se një Shqipëri e tërë i ka sytë e mendjes e të zemrës mbi ta. Pushteti, shia e pushtetit u bëri gjakun ujë disave, e i bëri të pyesin nëse vlen apo nuk vlen kauza e studentëve shqiptarë. Nuk u interesuan se si 40 të rinj shqiptar student nga Tirana u ndodhën në terror psikologjik 8 orë rrugëve të Maqedonisë, por nga dëshpërimi për pushtet, por të dëshpëruar për pushtet, ignoruan atë që i sollin pushtet, gjuhën shqipe. Dhe u morën me lapsuset prodhuara nga lodhja e nga rebelizmi, antagonizmi ndaj tentativave që po bëjnë për të gjymtuar të drejtat e studentëve shqiptar atje. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po bëjnë ato që do të bënin ata politikanë shqiptarë atje. Të mos lejojnë në përkëmbjen e të drejtave e sidomos të gjuhës shqipe. Për ne shqiptarët, gjuha shqipe është e shenjtë. Ajo na ka dhënë një identitet dhe dallim unik. Na ka mbrojtur nga përçarja fetare dhe krajinore. Të kapur pas flamurit dhe gjuhës shqipe, shqiptarët i kanë mbijetuar shekujve. Kolegët dhe bashkëmoshatarët tanë shqiptar, Maqedoninë e Veriut, na dha një mësim, na dha një mesazh që ndoshta edhe mund të ishte harruar. Shqiptaria nuk di të ndalet, dhe ne do të jemi me ta deri në fund, deri në realizimin e kërkesave të tyre, pavarësisht mekanizmave të shtetit Maqedonas, apo ndonjë politikani shqiptar gjakprishur në Maqedoninë e Veriut. Zoti i bekov studentët shqiptar në Maqedoni, Zoti i bekov shqiptarin. Na pyetën gjithë se cila është simbolika dhe pse po bëhet kjo protestë. Vetë kjo protestë është simbolika. Fakti që në mblidhemi këtu tregoj dhe një herë se gjuha shqiptare ditë na bashkoi dhe ditë na tregoj që ne mund të bëhemi bashkë. Është kjo gjuhë që na mblodhi sot këtu dhe është ajo për cilën shpesh deklaroj me kënaqësi se është identiteti ynë. Një gjuhë që na lidh, na bën komb dhe na dallon nga çdo popull tjetër. Sot është momenti të tregojmë se historia jonë është më e madhe se sa thjesht takimet në stadiume apo datat historike. Kjo protestë na kujton edhe një herë se kombi shqiptar, kjo shtëpi e madhe, në thelbin e saj, ka këtë kulturë kaq të madhe, me kaq mesazh, të cilët sot, të gjithë ne që jemi në këtë shesh, ndihemi krenar për të. Thira që kam është e thjeshtë. Është e rëndësishme të mos tregojmë indiferent, sidomos në këto pika historike. Ne kemi gabuar në kohë shumë pikërisht nga këto gabime. Neglizhenca të cilat na çojnë sot që detyrohemi dhe të ngrem zërin me shumë vonesë. Njerëz cilët në mizorinë e tyre nuk e kanë kuptuar se sa e rëndë është që të përbajthet gjuha dhe identiteti i tyre. Është kollaj ta shohësh nga shtëpia, është kollaj ta mendosh, është kollaj të bësh një video, është kollaj të fantazosh. E vërteta është që duhet jemi të gjithë këtu bashkë. Ne studentët sot jemi simboli që tregojmë se duhet marrim nisma, duhet jemi bashkë dhe duhet tregojmë që kombi është mbi ne, është mbi çdo parti, mbi çdo gjë tjetër që mund të kemi rëndësi. Ne jemi bashkë. Ky është slogani që duhet ta ketë shqiptaria gjithmonë me vete si shtyllë kurrizore të thelbit të saj. Unë që flasja me Neatrimin, përfaqësoj Universitetin e Arteve, dhe është krenari që për herë të parë gjithë universitetet bien në unison dhe tregojmë që askush nga ne nuk është më rëndësishëm se kombi shqiptar. Faleminderit. Me që të dashur vëllezër dhe motra nga të gjitha Troja,
Tiranës, të Shkupit, Tetovës, Prishtinës, Preshevës e Bujanovçit, Qamëris, ju të Mërgatës, anë mban botës. Çfarë ndjenje, çfarë emocioni, çfarë forcë ka ky shesh sot. Shikoni rreth jush, ktheni kokën dhe shikoni mirë njëri tjetrin. Kush jemi ne sot? Studentët, rinia, gjithmonë ata, gjithmonë të parët kanë qenë në çdo lëvizje shoqërore, politike, e deri tek ato kulturore. Edhe në këto kohë të vështira, në Shkup, të parët u zgjuan, e sot këtu në Tiranë po e vazhdojnë, e nesër edhe në Prishtinë duhet ta vazhdojnë. Sepse kështu është kur e quan njëri tjetrin, vlla apo motër. I del në besë, i del për Zot në ditën më të vështirë, sepse le ta thonë çfarë të dojnë tjerët. I yti është një nën e kemi shqiptarin. Nëse ti prek një student shqiptar në Shkup, ti ke prekur një student shqiptar në Prishtinë, ti ke prekur një student shqiptar në Tiranë, më ke prekur mua. Ti ke ngritur në këmbë një rini në Preshevë Bujanovc, por edhe në çdo vend tjetër ku rrin një zemër shqiptare deri në skajin më të lartë të Mërgatës. Ne jemi një trup, një zë, një dhimbje dhe një nuk jemi musafir që tërkasim në dyert tona pa ftesë. Jemi zot shtëpie dhe zëri nuk mund të fshihet. Nga ky shesh, sot Nga ky shesh, o miq, sot po i themi, mos prekni atë që s'preket, mos prekni atë që nuk duhet, mos luani me durime dhe një rinie që nuk di çfarë është në nshtrimi. Gjua shqipe do të flitet, do të jetohet dhe do të mbrohet në çdo institucion, në çdo rrugë dhe në çdo shtëpi. Miq, po e mbaroj, miq, jam djali lindur në Mërgat, quam Jan Bislimi, jam e treta gjenerati jashtë kufive tona. Gjuhën Shqipe e keme marrë në valizhe, kur keme ikur. Gjuhën Shqipe do të flitet, me origjinë nga Kosova, rritur në Francë, studioj në drejtësi, por shqiptar kam qenë e do të mbetëm kudo që kam hedhur hapat, dhe sot jam këtu në shishën tuaj, në shishën tonë, në shtëpinë time. Dhe një fjalë popullore thot, gjua ruhet atje ku shkruhet. Pra atëherë, unë ju pyes, a jeni gati ta shkruajmë? Le ta shkruajmë, me protesta, me fjalë të pathyera, duke zbatuar ligjin, me provime të dhëna shqip në çdo auditor, me gjykata ku shqiptari flet gjuhën e tij pa kërkuar leje. Le ta shkruajmë historinë, jo me lot ankese, por me vendosmëri absolute. Gjua shqipe kam bjetuar Osmanët, kam bjetuar Jugosllavinë, kam bjetuar çdo regjim që ka dashur të fshin nga faqja e dheut, por dëgjoni mirë, sot nuk presim më të mbjetojmë, shqiptarët në Maqedoni kërkojnë jetojnë me dignitet në gjuhën tonë, plotësisht dhe ball lart. Rroft gjua e shqip shqipe, rroft rinia shqiptare. Edhe i njoftim funit kena për shtetin Maqedonas. Qose ato nuk reagojnë, ne presim këtu të bime dhe 100 fish ma tepër se kaq. Vllë Shqipëria! Tani do bojmë edhe himnin ton kombëtar Shqipërisë.
Edhe diçka të fundit gjithë. Atë që tham pak më parë, edhe 100 fish më shumë do të bëhemi të gjithë bashkë. Sepse kombi e ripërsëris atë që thash pak më parë. Kombi është mbi çdo parti. Gjyra kuqezi janë mbi çdo ngjyrë tjetër. Dhe ne, të rinjtë e këtij kombi, ne që duam me shpirt pas një interes, do të luftojmë çdo ditë për Shqipërinë e çdo pllëmtrojë shqiptare. Faleminderit. Bravo!